Për më shumë se një muaj, Miklar Tolla dyshohet jetë paguar për të përgjuar dhe spionuar lëvizjet e Michel Prelës, njëri vendosur në shënjestër të një atentati të dështuar, pas e sapeve të pambyllura mes tij dhe një biznesmeni. 32 vjeçari dyshuar për vrasje në bashkëpunim të ngelur në tentativë, u soll para gjykatës si njëri nga 5 të dyshuarit e vendosur në prangat e policisë së Tiranës, ndërsa në seancën me dyert të mbyllura ndoqi në heshtje masën e vendosur ndaj tij, atë të arrestit me burg. Por më i rëndësishmi përveç porositësit, shikohet 34 vjeçari Shkërzem Buci, një ish tregtar që pasi ka dështuar në biznes, ka pranuar të kontaktohet nga biznesmeni në fushën e ndërtimeve Ervin Zallumi për të kryer krimin. Miklar Tolla ka rrëfyer se Shkërzeni i kishte kërkuar të raportonte itinerarin e Michelit, punë për të cilën do të paguajë në mbyllje të porosisë. Emri i njeriut që donte të vdekur Michelin u tregua nga Shkërzem Buci, i cili siç thon burimet, është shprehur madje se armën ja kishte bler porositë si Ervin Zallumi, ndërsa më pas ai kishte shkuar për qitje në Dajt. Por biznesmeni i mohon të ketë njohje me të rinjt, megjithse pozita e tij vështirësohet nga një regjistrim të kryer nga i punësuari Shkërzem Buci. Djali nga Peshkopia i tha hetuesve se Ervini i kërkonte të kryente vrasjen, ndërkohë që në takimin e dytë e incizoi teksa i premton se pagesën do t'ja jepte në 2 këste, një herë 50.000 euro dhe në fund 30.000 të tjera. E regjistrova se mos më dilte fjale, ka shpjeguar Shkërzem Buci, dhe pasi qëllova ndaj Michelit e mora në telefon punëdhënësin, por ai kishte fikur telefonin.